nuk e kuptoj se sa i rëndësishëm që nga ky Ronaldo të kjo fushë e blert për Portugalin, kur nuk shënon asnjë gol dhe përpos kësaj prish edhe skemat e skuadrës. Atëre, unë mendoj që ju si dhe unë e keni parë ndeshjen dhe po të shikojmë gjithë fokusi i pjesës ofensive ka qenë vetëm tek Ronaldo, pra për të shënuar gol Ronaldo. Çdo pasim ose çdo lojtar që ishte në fazën ofensive në pjesën e sulmit, gjithmonë kishte fokus Ronaldo, pra shikonte para se të pasonte, shikonte ku ishte Ronaldo për të pasuar te Ronaldo. Gjithë kjo që e bën skuadrën unë mendoj inferiore kundrejt një skuadre tjetër për arsye sepse je fokusuar tek cilësitë e një tek aftësitë e një lojtari dhe nuk shikon më tej këtij elementi. Unë mendoj që lojtarë si Ronaldo dhe si Messi, po të ketë parasysh janë influencojnë njerëzakonisht shumë dhe në përzgjedhjen e lojtarëve. Pra, kemi dëgjuar raste të tilla që lojtarë si Messi dhe Ronaldo nuk kanë dashur X lojtar, kanë dashur X Y lojtar, pra një lojtar tjetër dhe trajnerët janë kushtozuar duke marrë lojtarët që kanë dashur këta lojtarë në kombëtare. Dhe jemi përpara këtij fakti. Mendoj që është duhet të bëjë një zgjedhje për të mirën e Portugalisë, Ronaldo vetë si lojtar, sepse unë mendoj që trajneri ka përballë një presion shumë të madh në momentin që nuk ka rezultat, nëse Ronaldo nuk do të jetë në fushën e lojës. Marr shkas këtu dhe po të shikojmë dhe Brazilin. Pra Ancelotti ishte në një presion jashtëzakonisht shumë të madh duke e ftuar apo mos e ftuar Neymarin, sepse gjithë Brazili e kërkonte Neymarin me ngulëm. Unë mendoj që Neymari e vetmja gjë që mund të ndihmojë sot Brazilin është dhomat e zhveshjes dhe mund ta bëjë shumë mirë atë pjesë me eksperiencën dhe me liderin që ai ka, leadershipin që ai ka. Kështu që të njëjtën gjë mund të them edhe për Ronaldon, sepse mendoj që gjithë Portugalia e ka idur dhe dëshiron Ronaldon që të në fushën e lojës, por është vendim që Ronaldo vetvetiu për të mirën e skuadrës duhet ta marrë. Mirë, sonte rikthehen ndeshjet e dyta, tani fillon edhe llogarit të bëhen edhe më të nxehta. Çekia me Afrikën e Jugut, Zvicra pret Bosnjë-Hercegovinën, ose të dyja presin njëri tjetrën se janë në Amerikë, Kanadaja me Katarin në mesnatë dhe Meksika me Korenë e Jugut. Ledion. Po shiko tani, Esmeralda, teksa kanë përfunduar ndeshjet e para në çdo grup, tashmë skuadrat fillojnë edhe bëjnë llogari sepse jemi me sistem pikësh. Duke parë edhe ndeshjet e kundërshtarëve, duke analizuar le të themi edhe paraqitjet e veta, secila nga skuadrat do mundohet le të themi të luajë pak më kujdesshme për të arritur qoftë edhe për të grumbulluar pikët e nevojshme për të qenë në fazën tjetër. Pra synimi i çdo skuadre pas fazës së grupeve është dalja nga grupi edhe marrja pjesë në një të 32-ta për herë të parë. Ky grup besoj që do luhet hapur sot se janë gjitha ekipet me pikë barabarta, barazime kanë dalë ndeshjet me nga një pikë dhe do të kërkojnë që të marrin 3 pikë dhe të mbyllin llogaritë. Bëhet fjalë për grupin e Çekisë. Për grupin B. Zvicra. Jo, është ndeshja e parë është Çekia me Afrikën e Jugut. Pra Çekia ka 0 pikë, Afrika e Jugut 0 pikë, sepse kanë humbur në ndeshjet respektive kundër Meksikës edhe Koresë së Jugut. Kështu që kjo është ndeshje ku janë dy skuadra me 0 pikë. Po nga ajo që kam parë unë, Afrika e Jugut më duk pak skuadër më inferiore. Jo se Çekia ndodhet në një situatë pozitive, ka vite që nuk e gëzon më atë formën e dikurshme, por ka një marsh më tepër ndoshta se Afrika e Jugut. Ky është mendimi im. Ndërsa Zvicra me Bosnjën, pastaj Bosnja nëse do bëj po të njëjtën ndeshje që zhvilloi kundër Kanadas, do ta ketë të vështirë, sepse Zvicra ka goxha më shumë element për t'i bërë dëm, edhe mbi të gjitha ndeshjen e parë e humbi në momentet e fundit, ose humbi 3 pikshin në sekondat e fundit kundër Katarit, kështu që sot synimi vetëm i Zvicrës është fitore kundër Bosnjës për të qenë le të themi pretendente për të kaluar grupin. A dhe jemi shpejt, është Meksika dhe Koreja me nga 3 pikë, Çekia dhe Afrika e Jugut 0 pikë. Pra dy luajnë për vendin e tretë, dy luajnë për vendin e parë. Prandaj po them që do jetë ndeshje e hapur dhe pres që të ketë gola. Shoh Çekin që pavarësisht ndeshjes parë në Premier, që gaboj, mendoj që do të shkojë tek fitoria. Afrika nuk është se ka lojtarë që janë niveli lart, luajnë liga. Kurse Zvicra me Bosnjën është një ndeshje më e fortë. Nuk i shoh shumë diferencë ndërmjet tyre, por që lideri
i Zvicrës pa diskutim është Xhaka, mendoj që do të ketë një performancë dhe besoj që do luftojnë të dyja skuadrat që ta fitojnë ndeshjen. Të gjithë me një, po, siç thash, janë me nga një pikë. Grupi i dytë. Grupi B. Grupi i dytë është gjithçka e hapur. Zoti Mezani, nuk e di nëse e kam në lidhje. Zvicër, Bosnjë-Hercegovinë. Po ndalim te kjo se kam përshtypjen është edhe ndoshta ndeshja edhe më e bukur edhe. Atëre, po t'i marrim si element, Zvicra është një skuadër që është pak më e përparuar ose ka pak më shumë përparësi në këtë ndeshje, mendoj, por duke marrë parasysh që Bosnia ka një skuadër të fortë, një skuadër të lartë, shumë të përgatitur fizikisht, mendoj që do t'ja bëj pak të vështirë, duke marrë parasysh edhe eliminatoret që ka bërë Bosnia për të arritur në këtë botror. Jo ndeshje me Kanadan, sepse ndeshje me Kanadan unë mendoj që ka qenë një skuadër shumë e avashtë, ose ndoshta ishte Kanadaja një skuadër shumë e shpejtë dhe kishte një ritëm tjetër, por në ndeshje me Kanadan nuk është se ka treguar ato që tregoi, mendoj, gjatë eliminatorëve për të arritur në këtë botror. Kështu që mendoj që Zvicra është pak më e avantazhuar në këtë aspekt, duke marrë parasysh cilësitë që ka, por Bosnia me atë pjesën fizike të vetë, pa diskutim që do t'ja bëjë më të vështirë. Elementët Bosnjës nuk i mungojnë, cilësinë e ka dhe di dhe ta godasi kundërshtarin, por mendoj që pjesa kryesore ose forca e kësaj skuadre është aspekti fizik në Bosnjë. Pjesa taktike më la pak për të dëshiruar në ndeshjen e shkuar kundra Kanadash, sepse kalonin shumë shpejt në dizekuilibër në fazën defensive dhe mendoj që Zvicra këtë aspekt duhet të shfrytëzojë më së miri për të arritur edhe për të marrë këtë 3 pikësh. Do të jetë një ndeshje shumë e kujdesshme, sepse janë skuadra që kanë nga një pikë dhe një skuadër që u mbet në një ndeshje të tillë dhe tjetra që fiton, atëherë krijohet ajo skuadra në thonjza për të vazhduar më tutje, kështu që bëhet akoma dhe më e vështirë për atë skuadër që do të humbasi. Mendoj që do të jetë një ndeshje shumë e kujdesshme për të dyja skuadrat. Lidhje, kush janë 8 skuadra që tani për tani mund të kalojnë si vendet e treta, se tani u bën... E çuditshme është Esmeralda, se po i shikoja që parë që po flisnim bashkë edhe më bëri goxha përshtypje. Për momentin, me qenë se kanë përfunduar, le të themi, ndeshjet e pare në grupe, supozojmë që kanë përfunduar të gjitha grupet, dhe nëse kjo është renditja përfundimtare, skuadrat që kualifikohen si vendet të treta janë Hollanda, Brazili, Belgjika, Portugalia, Spanja, Katari, Çekia dhe Ekuadori. Pra, nga 8 skuadra, 5 janë favorita për të fituar botrorin. Po kjo nuk do të thot asgjë, Esmeralda, se janë ndeshjet e pare dhe pritet që të ndryshojë kjo renditje. Ishte ai testi ndoshta që... Po ndonjëherë, unë jam me këtë parim. Skuadrat të cilat vuajnë në fazën e grupeve, që janë pretendente, më pas, kjo gjë i bën mirë sepse i mobilizon për ndeshjet e ardhshme kur fillon faza me eliminim direkt. Pra, testojnë vetveten, shikojnë se cilat janë limitet e tyre dhe le të themi kanë mundësinë për të motivuar edhe për të qenë le të themi gati për të përballur në një ndeshje që është jeta vdekje. Pra është ose brenda botrorit vazhdim ose largohesh nga botrori. Po ndonjëherë së del dhe loja ose fati keq si Italia kështu i ka marrë gjithë botroret. Kështu i ka marrë. Argentina në 2022-shin e ka fizionomin, ka fizionomin dhe i ka ecur, po këtyre të tjerave nuk është se zoto që u ecën. Argentina në 2022-shin u mund ndeshjen e parë. Po e ndihmuan Argentinin në 22-shin apo në Katar. Fati të ndihmon disa herë, po pastaj të 3 herë penalti Messi. Tani për ndihma e për të tilla, unë mendoj që mund të ekzistojnë në botën e futbollit ndihma të tilla, po në 2022-shin mendoj që Argentina meriton të ta merrte botrorin. Nuk ishte ekipi më i mirë me atë që bëri. Se kush çdo ekip tjetër që mori pjesë. Tani, nëse do të kujtojmë ndihma, t'jap unë Spanjën e 2024-s, që Kukurejës ju thye krau me Gjermaninë, edhe arbitri se pa fare vazhdoi lojën. Ka një Kemi dorën e Maradonës që ka thënë botrorin në Argentinës. Kemi golin e Lampard në 2006 në hyri 1 metër brenda dhe Anglia i në shtëpi, Gjermania vazhdoi. Argentina ka një gjë.
sepse ajo vërtet mund mos jetë në nivelin maksimal, por ka atë që u mungon shumicës e ekipeve që ka shpirti. Shpirti, kjo është gjë e Dhe me rëndësishme. atë, ajo ka arritur ti mund në pjesën më të madhe të kohës të gjitha ekipet, kështu që nuk e analizot dot vetëm taktikisht, po them kam përshtypjen Jo, është vërtet kjo. Maroku, ja kemi Marokun. Maroku nuk është se ishte ekipi më i mirë, më teknik në botror, por ama tregoi që shpirti, dëshira për të fituar i bëri. Dëshira për të fituar në fushën e blertë është ndër faktorët kryesorë që e bën një ekip fitues. Tani kam dhe një pyetje të fundit për trajnerin Mezani. Kush fiton Kupën e Botës? Jemi ende herët. Po ka një listë. Do me thënë, ka një listë ku një ekip është ekipi i dëshirave, një tjetër është ai që mendon se e fiton, edhe i treti e fiton gjithmonë pastaj. Unë mendoj që në bazë të këtyre ndeshjeve që kemi parë, që normalisht nuk janë një faktor, sepse janë vetëm ndeshjet e para dhe ndeshjet e dyta mund të luajnë keq, pra mund të bëjnë një ndeshje të keqe. Mendoj që Franca ka bërë një ndeshje shumë mirë, Anglia ka bërë një ndeshje shumë të mirë, edhe pse Franca nuk arriti dot, por ka bërë një ndeshje shumë të mirë dhe ndoshta neglizhimi është ai që e ka bërë që mos të marri atë rezultatin e dur. Brazili është pretendent sepse është një emër i madh dhe ka cilësi brenda dhe kualitet, nuk diskutohet. Gjermania është një skuadër që normalisht është pretendent edhe ajo, por janë një sër skuadrash. Spanja, edhe pse është gënjeu, prapë është një skuadër që mund ta shikojmë në finale shumë mirë, pa diskutim. Unë në bazë të këtyre që kam parë, po në bazë të lojtarëve cilësive që kanë në përbërje, unë mendoj që mund të jetë një Spanjë-Angli ose një Francë-Angli finalja, po gjithsesi është për të parë se është rrugëtimi gjatë kësaj radhe dhe mendoj që sporti është, futbolli në tërësi është një sport i paparashikueshëm dhe është plot surpriza, siç edhe i ka nxjerr surprizat në këtë fazë të parë